tyre që unë kam taku personalisht i përfshi dhe familjar, thotë unë po e lëshoj Kosovën edhe kur e kam një pak të mirë, sepse siguria që më ofron Gjermania nuk përfshin vetëm një punë, por përfshin edhe aspektin e sigurisë shëndetësore se të edukimit të fëmijëve. Domthonë unë po kërkoj një vend ku unë mund ta kem një të ardhme më të mirë për familjen që kam. Dhe kjo mund të jetë një arsye që ka kriju masanej zbrastira në tregun e punës në Kosovë që kompanitë e caktuara po tentojnë t'i plotësojnë përmes ardhjes ose sjelljes këtë rast punëtorëve prej vendeve të lindjes. Po, e shohim në kryeqytet sidomos. Është një kompani finlandezo-amerikane, është shërbime të deliverit, të ushqimit, të shpërndarjes ushqimit. Gjithandej, shumë prej punëtorëve janë të nacionalitetit turk dhe plot kompani të tjera që rekrutojnë staf nga vende të tjera dhe nuk i marrin punëtorët që janë në Kosovë, se pakte nuk kanë, nuk e dim arsyen. E saktë, po si lexohet, a është paradoks? Me të vërtetë, siç po thotë edhe Hulli. Realisht forma e bizneseve varion nga ato pagat e sigurta dhe realisht qytetarët e Republikës të Kosovës në bazë të kualifikimit që kanë nuk ofrojnë punën me rregullt, sepse ne kemi një barrierë që vendet e huaja, një të mirë që vendet të huaja kanë barrierë, ne nuk e kemi qiran si barë për të mbjetesë. Kemi dikon afër 92% e popullit që jeton në shtëpi të veta dhe mbjetesën e kanë me minimale, dhe ajo që vrejet tek fuqia punëtore është në momentin kur arrit të punon për 10 ditë dhe ta siguron muajin, refuzon të jetë një fuqi punëtore aktive. Dhe edhe mosha e re, po është edhe forma që ne i kemi sipas regjistrimit popullsisë mbi 410.000 femra. Dhe ky paradoks e ngjesh këtë pjesën e fuqisë punëtore, sepse femrat tashmë nuk kanë kushte dhe standarde për të punuar dhe të jenë të pranueshëm në sektorin privat. Pse? Sepse kanë edhe pushimin e Leonis që bara është në tek bizneset, kërkesa për pushim, kërkesa për pensionim të parakohshëm dhe kërkesa shumë tjera që realisht lidhen edhe me profesionin edhe kualifikimin. Unë them pse me Turqi, sepse sektori i ndërtimit sot për sot është aseti kryesor që ka një numër begit madh të fuqisë punëtore dhe profilizimi tyre dhe specifika tashmë në ndërtim. Dhe rritja e standardeve në ndërtimit po shihet që punëtorët e tonë nuk e kanë shumë profesionalizum atë pjesë. Ne nuk kemi shembull metal punues të licencum. Të kesh punë me pjesën e liftave dhe montimit dhe të kesh një certifikat nuk e kemi. Prodhimin e dyerve dhe dritareve dhe montimin e tyre anë profesionale me licencë nuk e kemi. Dhe automatikisht ne detyrohemi që çdo brand që po na vjen ndërkombëtar, qofshin ato të pjesës makinerisë dhe prodhimit, kuptohet që kërkon një specialist. Dhe shkollat po e bojnë vetën në Turqi, ku janë shumë të zhvilluar të sektorit privat, kurse tek ne si sektori privat, si sektori shtetëror, edukim, ekonomi dhe juridik. Domthonë të gjithë universitetet tjera kanë këto 3 profile. Po nuk e kanë metodologjinë, nuk e kanë saldimin, nuk e kanë pjesën e fasadave, nuk e kanë pjesën e elementeve ndihmëse profesionale që sot një punëtor mbikëqyrës në ndërtimit prek orën 9 euro orën për punë, dhe kurse një doktor shkencë kemi me pagën 1.200 euro në universitet, kurse punëtori i ndërtimit prek pagën 1.900 euro. Dhe ku mbet kualifikimi? Dhe po kthehemi pak